Po dalë të një gamë ma e lehtë e infeksioneve dhe smundjeve, janë disa gra që në muajt e fundit dhe në javët e fundit marrin infeksione urinare, infeksione të ndryshme dhe detyrohen me marrë antibiotik, agudzojnë, rrezikojnë foshnjën. Po, pa tjetër që gudzojnë. Tash që e përmeni infekcioni me kënë pranyrë. Njavën e 36-37 çdo grua shtazone e marrë një strishë vaginale, sepse sidomos për shkak streptokokëve. Streptokokët janë është një bakterie, që duhet edhe për hapun, po dhe shumë e rrezikshme për foshnjë që duhet, foshnjë pas lindjes duhet më përcjellë edhe 72 orë tjera, se mundet me pas, se pasojat janë shumë të mëdha. Sidomos lindje normale. Sidomos lindjet natyrale. Por edhe të lindjet me prirje cesariane duhet më marrë strishë vaginale për shkak të bakterieve. Veç paramendohet sa rand, dhe më thoni një grua shtazone e ka Escherichia coli në pjesën vaginale. Edhe beba kalon në përqeton. Në ma që duhet më trajtu. Po në ma që gjithmonë kemi bisedu dhe ma herët që vetëm se duhet me përgjith cilin antibiotik dhe më thonë ban me marë dhe më thonë shtazona cilin antibiotik nuk ban, cili antibiotik dhe më thonë është i lejushëm dhe cili antibiotik nuk është i lejushëm. Edhe nëse është me grip, edhe nëse ka me shku me regullu dhame me një pamnirë dhe më thonë normal që mundu, po duhet me di cili medikament dhe më thonë kuzo me donë si anestezion me gjithse kolekti din, po ka nevoj më këshillu dhe me neve si ginekolog, edhe më thonë, okej, ti kuzo me vëllon, qëto duhet kuzo me marë, qëto, edhe jemi pa problem. Shumë mirë që sqarove sepse është një frikë goxha e madhe dhe kur thot ginekologu prapë ke nevojë për një mendim të dytë. Jo, edhe apet për përmeni Covidin. Veç paramendo me një familje sa gratë shtazane kanë qenë me Covid. Na nuk mundemi me lanë gruan shtazane me një familje me rreziku shëndetin e gruas, me gjithë ato pasojë që ka pas Covidit, normal që po me përzgjedh ato çka i ndihmon gruas edhe nuk e ndërton bebe. Po, por gjitha këto të cilat i folëm deri më tani është një qelë të suksesit në një kontrollat e rregullta të ginekologu, në ndë planifikimi, në fakt kjo është e para, planifikimi familjar, dhe treta që është shumë rëndësishme bashkëpunimi me laboratorin cilin ju i besoni, me biokimizën dhe laborantët të cilët ju i besoni dhe ata të cilët juve ju japin interpretimin e aty në analizave. Rrallë laboratore e bani interpretimin, për shembull është Pinea dhe nuk e di sakt çfarë laboratore mund të përmendim që bëjnë interpretimin që një pacient ta sheh dhe të shkoj të ginekologu i saj të dhe që se më ka thonë qështo. Dhe me thonë është shumë rëndësishme një bashkëpunim dhe një zinxhir ginekologu, laboratori dhe infektologu pa tjetër. Jo çdo shtatzani duhet përfundoj, jo çdo foshnjë do të lindë me këto smundje dhe anomali të cilat i përmenden dhe janë goxha të vështira për të imagjinuar si një foshnjë që do lindë dhe jo çdo shtatzani mund të shkoj keq nëse jemi të kujdesshëm në ditët e para të shtatzanisë me kretë këto që ka shpjeguar dy doktoresha Drita Kabashi dhe doktoresha Luljeta Etemi.